Përshëndetje. Në këtë video të mësojmë se si me bo një vizatim të thjesht duke përdorur pen tool. Për këtë projekt, krijoj dimensionet 800 me 800 points, edhe këtu tjera nuk kanë rëndësi, klikoj create, hapet dritarja tani, edhe e kam fotografinë për bëj drag and drop këtu. Ideja është që duke përdorur pen tool me vizatu këtë fotografinë apo këtë rast këtë figurën që është ky kali. Okej, për marrë pen tool, klikojmë pen tool këto. Te pen tool, këtu të ngjyra që është me mush, domethënë ngjyra fushës, klikojmë ja heqmi ngjyrën, ndërsa ngjyra këtu e kufizimit apo strokit, po e bëmi të kuqe që mu dallu ma lehtë, edhe po shkojmë e bëmi 3 piksela, enter, edhe fillomi. Klikojmë këtu te pika A, për shkak të as pika A. Nëse shkomi këtu edhe mami shiftin shtyp, shifti në mundëson me maj drejto, se pa shift shikoni që lëvizjen, ndërsa shift, nëse mami shiftin shtyp, kur ka kësi drejt, horizontal apo vertikal, e shtypmi shiftin dhe shiftin në mundëson me shku vija drejt. Okej, klikoj këtu, me ALT dhe me rrot mausit për rritje dhe për zvogloj, po klikoj te pika tjetër, tash kjo është drejt, po klikoj me shift, domethënë shifti me moj shtypon, klikoj, shikoni, malë të për zvogloj, po klikoj këtu, me space, ku ta klikoj space-in, shikoni që ndryshon formën kursori, nuk kam nevojë me shku këtu te vija majtas djathas, po shkoj me space, shikoni space, edhe klikoj me mouse, kursori në formën e më mundëson me lëviz në hapësirë. Okej, klikoj këtu, pastaj me shift këtu, këtu pa shift, vetëm klikoj, edhe këtu, me thonë gjdo qash. Gjdo pik, nuk është ushtrim i vështirë, po ju mundëson me ushtru përdorimin e pen tool, po klikomi këtu, me shift, edhe këtu me shift, edhe këtu me shift pas orë drejt, edhe këtu me shift pas orë drejt, nësa këtu pa shift. Me shift, pa shift, shikoni këtu me shift së drejt. Edhe në fund i bashkomi pikat. Kjo pjesë është ndame dhe kjo pjesë është ndame, për këtë arsye këtë do të mi kriju ndamas. Dhe tash të kriju vetëm këtë pjesën, tash për krijomi pjesën tjetër. Klikomi këtu, me thonë qëto qash. Me space tash po lëvizin në prapsir. Këta me shift, dërsa këta pa shift. I bashkova pikat. Edhe e fundit është kjo koma tjetër. Edhe në fund për bashkoj pikat. Shikone, të të pas këtjes, ta mund me bashku pikat. Nëse së bashku pikat, kjo nuk kompletohet. Okej. Ta është po klikoj këtu, delete, për fshi fotografinë dhe kamet vetëm figura. Ta është këtë rast, e selektoj këtu të gjitha, edhe këtu, përvreni ngjyrë nuk ka fusha, veç ka kufizimi. Nërsa këtu e kom ndru, kufizimi e hekët e merë ngjyrë fusha, dhe ana sjeltas, apo CTRL-X, shikoni CTRL-X, fusha edhe këtu si ndrohen. Këtë rast po du kja me marë ngjyrë, këtu shkoj jam ngjyrë. Tani, kjo është vektor, 100% vektor, kjo mundet më rrit pa limit edhe nuk i hub kvaliteti. Këtë rast, këtu i kanë ndamas, mundem i selektu, kejt, me i bëhet CTRL-G, dhe me thonë bëhet grup, bëhet si një grup, apo, këthema mbrapa CTRL-G, muj me kliku edhe këtu te Pathfinder, ju mundi me shfaq ka te Windows, se gjeni këtu dikun e keni Pathfinder, shikoni këtu, Pathfinder, edhe klikoni këtu, unit, klikoni Pathfinder, këtu tani jam vetëm, edhe pse këtu duke ndamas janë
një formë.